Në fshatin Plani Bardh të Bashkisë Klos para viteve 90 jetonin rreth 1200 banor, ndërsa sot kanë mbetur vetëm rreth 20, kryesisht të moshuar. Sipas banorëve të mbetur aty, fshati kishte gjallëri si në njerëz, edhe në bagëti e bujqësi, ndërsa sot po shkon drejt braktisjes totale. Njëri prej banorëve, Beqir Suldisha, tregon për ndryshimin drastik ndër vite që ka pësuar Plani Bardh. Sipas tij, dikur në shkollën e këtij fshati mësonin rreth 400 nxënës dhe jepnin mësim afro 40 mësues, nga të cilët rreth 10 vinin nga Tirana dhe jetonin në këtë fshat. Ndërsa sot në shkollë kanë mbetur vetëm 6 nxënës me 3 mësues. Gjithashtu, thot Suldisha, kishim edhe shërbim spitalor, ambulator, shtëpi lindjeje dhe zyra kooperative. Tu ka qenë rreth 1200 familje që ka qenë kështu, po e pa, mirë shumë. Sot shkolla ka 6 zonët, janë 3 mësues. Fshati është i braktis, kanë del 20 pleq. Ka 3 muaj që sa kim pek në ujë, kanë hedhur selsit. Uj ka as nuk ka shujnë. Uj badis ka qenë dikrat. Pas viteve 90, sipas banorëve, edhe në Plan të Bardh filloi largimi masiv i të rinjeve, ku një pjesë emigruan jashtë vendit dhe të tjerët u vendosën në Tiranë dhe Durrës për një jetë më të mirë. Si pasojë, tokat kanë mbetur djerë dhe fshati është mbuluar nga ferrat. Një nga problemet kryesore mbetet mungesa e ujit të pishëm dhe atij vaditës. Sistemi i ujitjes është shkatëruar prej vitesh dhe se, sipas banorëve, pavarësisht premtimeve të shumta në 35 vitet e fundit, nuk është bërë asnjë investim konkret. Edhe ndërtimi i rrugës së Arbrit nuk ka sjellë kthimin e banorëve në pronat e të parëve të tyre, pasi mungojnë kushtet bazë për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë. Në këto kushte, banorët paralajmërojnë se nëse situata vazhdon pas një ndërhyrje, brenda 5 viteve fshati Plani Bardh mund të braktiset plotësisht. Ndaj bëjnë thirrje institucioneve që të ndërhyjnë sa më parë për të rikthyer jetën në këtë zonë piktoreske.